Një ngjarje e dhunshme dhe përplasje për pronësinë kanë tronditur rrugën e Elbasanit në Tiranë. 4 shtetas janë vënë në pranga dhe një tjetër është shpallur në kërkim nga policia në kryeqytet pas një episodi të rënd, ku 2 bashkëpronar toke u dhunuan dhe u kërcënuan për të lënë një sipërfaqe të cilën autorët e konsideronin si pronë të tyre. Sipas burimeve zyrtare nga policia e Tiranës, gjithçka nisi pas kallëzimit të 2 shtetasve, të cilët deklaruan se ishin dhunuar nga 5 persona. Sipas kallëzuesve, toka për të cilën u përplasën është blerë prej vitit 2021, ndërsa njëri nga autorët pretendon se është pronari i saj. Se rezultati veprimeve të policisë janë vënë në pranga shtetasit: Endri Allushi 28 vjeç, Erald Basha 31 vjeç, Ervin Topi 42 vjeç dhe Ardian Shera 44 vjeç. Ndërkohë në kërkim është shpallur Emiliano Topi 37 vjeç, i cili dyshohet se është personi që pretendon pronësinë e tokës. Të 5 personat banues në fshatin Nikël të Krujës rezultojnë të jenë shok dhe kanë vepruar në bashkëpunim. Emri Ardian Sherës nuk është i panjohur për autoritetet. Në vitin 2020, ai ishte i përfshirë në një tjetër episod dhune, këtë herë në ambientet e burgut të Fushkrujës. Asë kohe, Shera së bashku me një të afërm të tij dhe një shtetas tjetër kanë goditur fizikisht 2 punonjës të burgut, pasi kërkesa e tyre për ndërrimin e dhomës së një të afërmit të burgosur u refuzua nga personeli. Ngjarja në burg përfshinte edhe një tjetër emër, Elton Sherën, i cili ndihmoi Ardianin dhe kushëririn e tij të largoheshin nga vendngjarja me makinë. Ai vetë ndodhej në një periudhë leje për shkak të pandemisë, të cilën e shfrytëzoi për të thyer rregullat dhe për të ndërhyrë në incident. Policia ka bërë të ditur se po punohet intensivisht për lokalizimin dhe kapjen e Emiliano Topit, ndërsa vijon në dokumentimi i plot i rrethanave të ngjarjes. Pamjet filmike dhe dëshmitë e palëve janë në proces verifikimi. Policia njofton se kontrollet do të vijojnë, si dhe do hetohet nëse ka persona të tjerë të përfshirë ose ndihmë të dhënë nga jashtë për të mbuluar apo zbutur gjurmët e tij akti të dhunshëm.